çfarë është buxheti apo fondi rezerv i Këshillit të Ministrave? Ta fillojmë nga këtu. Spaj do të thënë që gjithë kjo histori më kujton atë thënien që ra ky morte u pam. Ndodh një ngjarje e tillë dhe kjo jep mundësinë për të kuptuar pozicionimin e qeverisë, pozicionimin e Ministrisë Kulturës, pozicionimin e opinionit publik dhe mënyrën se si shpenzohen taksat tona. Pra, vija që i bashkon gjitha palët e një të vetme është buxheti. Buxheti i shtetit është rezultati i mbledhjes taksave dhe i borxheve që merren në emër dhe për llogaritë qytetarëve. Është ligji më i rëndësishëm në kohë paqeje dhe aty materializohen politikat publike. Dihet që për të ndërmarrë një aktivitet publik, çfarëdo qoftë ai, është i vetmi ligj që rrëzon qeverit në fakt, ku nuk arrin të miratojnë buxhetin. Por ajo që duhet të them është që për të realizuar një qëllim politik nevojiten tri dimensione, tri palë, tri anë. E para është vullneti politik. Maggjoranca në moment që formohet qeveria, kur është legjitime e tjerë, ajo është e disponon këtë. Së dyti duhet instrument legal, akt, vendim, ligj, urdhëres, dekret e tjerë. Së treti duhet faturë financiare, përndryshe nuk materializohen politikat publike që ndiqen. Mirë po, kur vim tek rasti konkret, fondi veçantë i Këshillit të Ministrave, kuptojmë që ka procedura strikte të përpunuara gjatë dekadës parë tranzicionit dhe më vonë ndoshta në ndryshim i vogël, që në thelb kanë të bëjnë me nevojen e ngutshme, me emergjencën. Domethënë, marrët një fond pa destinacion, fakti që është fond rezerv, i cili ka të bëjë me situata kur nuk ke mundësi me mbledh parlamentin, ndoshta edhe qeverinë mund të bëhet me vendim qarkullues, ndodh një tërmet, një përmbytje, një situatë e pazakontë, dhe nuk ke mundësi të ndjekësh rrugën normale, procedurën normale të miratimit buxhetit. Ne jemi dëshmimtarë që nga viti 2017 është ndryshuar 22 herë me akt normativ buxhetit dhe kjo është hera e fundit që ndryshohet. Jo e fundit deri më sot, po jo e fundit vazhdimsi, nuk i dihet. Dhe në të njëjtën kohë ka destinacionet të mirë përcaktuara në ligj se përse mund të përdoret dhe në çfarë thonash mund të preket. Domethënë, ka nevojë për një argumentim nga Ministria Përgjegjëse, se takon nevojës, përse duhet, sepse Ministria ka bërë allokimin e buxhetit. Duhet të përcaktuar dhe shpjeguar qartë rrethana të jashtëzakonshme. Pikërisht, duhet ndjekur procedura e shpejt apo procedura e zakonshme. Është një aktivitet që ka Ministria Përgjegjëse, në rastin konkret e kulturës, duhet të shpjegonte, domethënë, përse nuk mulohet në buxhetin e vitit, sepse mund të ishte një aktivitet i parashikuar më herët. Sepse nuk është veprimtari e programuar, nuk është veprimtari qeveritare. Kur vim pastaj Zef, është veprimtari, është një nismë private. Bile është në kushtet e mungesës së transparencës dhe siç e përmendi këtu në hyrjen e emisionit, përfshirja autoriteteve shtetërore, kryeministrit dhe ministrit përgjegjës për kulturën në promovim një aktiviteti të tillë nga pikpyetje shumë të mëdha, sepse unë s'e kam dëgjuar të flitet për festivalin që bën Rëtëshëja, për ansamblin e këngëve dhe valleve popullore, apo për trupat të tjera artistike që meritojnë... As për këngën që shkon në Eurovision, ose kur bëhen festivalet folklorike të Gjirokastës si pasuri kulturore. Nuk po them për të drejtat e transmetimit në sportet të tjerë, që përsëri hynë në këtë gamë raportesh midis sektorit publik dhe privat, dhe përfshirja autoriteteve publike në promovim lëshije të pakëndshme, në njëjtën kohë që këto janë aktivitete që në gjithë botën janë krejt normale. Domethënë, parimi që ftohet apo vjen një këngëtar i njohur, bën një koncert, është një mënyrë për me tërheq audiencë caktuar, për me rrit praninë e ndjekësve të tjerë, por ajo është një çështje që është një biznes, është një nismë për të përshëndetur e subjektit privat dhe sa më shumë privat të sjellin në Shqipëri artistë të mëdhej të famshëm ose jo. Ata fitojnë më shumë dhe fitojnë diçka edhe ekonomia kombëtare. Ky është principi. Po çfarë punë ka shteti në këtë rast, qeveria në këtë rast? Po ishte që qeveria duhet të ndihmonte, këtë ditë janë artikuluar me dhjetra, përfshirë dhe shkrimin tuaj janë artikuluar me dhjetra opsione se ç'mund të ishte bërë, ç'mund të bëhet me 4 milionë euro. Unë personalisht jam kundër që 2 euro të mijat të shpenzohen për atë qëllim, sepse mendoj që është dalje nga principet elementare të qeverisë.